thotë e ditës. Jo, nga të duash, nisëm me Edi Ramën. Jo, Edi Rama. Statu, Balluku. Tani doli që korruptuar ajo, sepse para thoshte Edi Rama nuk e korruptuar. Doli korruptuar. Ka filloi Edi Rama, filloi me Ballukun, të filloi Stakun, apo me europianët që nuk pritën europianët. Apo jo Bledi? Asnjë. Nuk po tërheq dot. Kursin tënd. Ato thotë dhe Bledi. 6 maj i Anibal, asnjë nuk kaloi, doli korruptuar ajo. Të kishin pritur, ta çote prapë dosën në parlament? Po. Të rikualifikuar për korupcion? E t'ja heqin i mundi këtë nda mërte zvar, zvar, me këto urrëti që kanë zvar dhe i merin, zvar. Me këtë anis, bjesë të Marinës të reqash, por sot europianët e kanë në palps, sepse nga Argentina në Japoni, nga Alaska në Australi, emri Edi Ramës si emri liqur. Po. Kjo të ndodhë sot. A i sot të bëhet një murtaj, që s'mund t'japësh dot më dorën. T'ishtë një kanceli europiane, se ai bëdo dorën sepse të infekton. është e filmi Giganti i Rodit, i filloi kështu dhe pastaj ra, çu do bie. Se nuk e besuan me Goni Galin kur ja dha dorën dhe infektoi, nuk e besuan tek pacienti zero. Do ta juaj sot nëntori 2, nëntori i parë që nëntori 2013-s. Atëherë nuk e morën zvarë, sepse ishte çiftuar zgjedhjet dhe mendonin se do ishte morën zvarë. Ishin 1 milion shuplakat. Ai nëntori 2013 i armëve kimike. I njëjti popull, e njëjta përmbajtje përbërje sociologjike nga gjitha shtresat e sot. Dhe ky dje kur fliste opozita, mos e dëgjoni, është non grata. Sot se populli që nuk është në parti politike, mos e dëgjoni, janë pro-grek, janë pro-serb. Eksakt si gjua e Putinit ku qorë Navalny në gruaja e tij. Eksakt si gjua e Vučićit ku qorë Shrinia. Argojni thoshe nga Gjermanët, ky ka humbur sot sensin e çdo lloj metri mendor. Ka humbur çdo lloj sensi. Është i humbur sepse sot Rama është bërë një njollë kombëtare. Dhe ishte gjë njollë për opozitën, është bërë njollë kombëtare. Dhe ajo protest duhet mbrojtur, do të kemi xhelozira. Duhet mbrojtur, ata të rinj duhen mbrojtur. Duhet vazhduar, s'ka si kush është mbrapa. Rëndësika që ata të rinj sot po bëjnë atë gjë që opozita thotë për kohësh. Vjet para kohëshme. Sepse dhe shtrohet shumë pyetja në kaluar. Ku është elektorati gri? Ja, ku është? Për votovën elektorati gri. Ja pra, që s'pas ka votuar për Tiranën. Që i bëri ky, të vende, ja ku ke elektorati gri. Çfarë mendonte? E keni rrugë sot. Prandaj duhen zgjedhje parakoshme. Dhe prandaj unë dua, që ajo PD mund të ketë idenë e saj, mund ta dojë të bëjë unë të bëj këtë dua. E vlerësoj dhe PD-n e do. Por ama kjo PD sot ta bër Edi Ramën shtat max të kërkoj një referendum. Kjo është demokracia. Kjo është demokracia. Sot kërkoj nga Zoti Berisha, askush mos të imponoj merimin e tij, ka që duan projektin, sot të bëhet me referendum. Dhe referendum të bëhet referendum pastaj në fakt, Genci, referendum do duhet për shumë gjëra. Shiko, Genci, jo, se dua të them një gjë, se më ka bërë përshtypje sot Bledi dhe më ndihmo pak. E mban mend sa herë kemi përmendur në këtë emision, si quhet ky festivali, Bukë krip e zemër. Bukë krip e zemër. Shiko tani. E pa krip, është bukë e zemër, po kripa? Për shije. Për shije, e marinojmë për shije. Tani, kemi folur, ne kemi vënë me Ilkerin përballë, po them në Gratieri, jo më larg se 5 ditë tek Piranjat me Taulant Koplikën. Erdhi i solli prap, ne jemi në kulmin e diskutimit, e asaj që ai bën me projektin e kullave, e ndjekim pak.